pa autonomin dhe pa arsyen për cilën njerëzit kishin hyrë në ato komitete. Zgjedhësit që u antarësuan për të qenë bashkautor të lëvizjes e gjetën veten spektator të një pushteti që fliste vetëm nga lart. Partia shkoi nga rënje në rënje, duke i lënë praktikisht për herë të parë mbas shumë vitesh presidentin pa shumicë dhe Francën me një fragmentim parlamentar krejt pazakont për historinë e Republikës Pestë. Podemos në Spanjë u bë parti me influencë të madhe në skakjerën politike me gjysmë milion antar, të regjistruar në platformën e vet digjitale, por kur erdhi dita që të votonin për drejtimin e partisë, votuan vetëm 59.000 prej tyre. Kështu zbuloi se regjistrimi nuk është pjesëmarrje, se një klikim nuk është angazhim dhe se një turm llogarisht digjitale nuk është ende një bashkësi politike. Ndërsa lëvizja 5 yjet në Itali që u rrit duke u tallur me partitë e vjetra dhe që mori pushtetin, ja kishte besuar platformën e saj digjitale një shoqërie private. Kur filloi grindja në pushtet, partia mbeti pa asnjë kontroll mbi dhënat e veta dhe me votimet të ngrira në çastin më kritik të jetës së saj. Themeluesi i saj shkruajti dhe nekrologjin përpara jo shumë kohësh, revolucionarët hynë në pallatet e pushtetit për të ndryshuar pushtetin, pushteti ndryshoi ata. 5 vende, 5 parti e njëjta smundje. Filluan me vesh hapur, qeverisën me vesh mbyllur dhe pasi u ngjitën shpejt shumë lart, ranë poshtë po aq shpejt. Por ka edhe një lloj tjetër smundje që besoj ne na intereson edhe më shumë për ta kuptuar në skanerin e historisë së partive fitimtare. Është historia e partive që rrin gjatë në krye, po që dëgjojnë vetëm nga njëri vesh dhe shikojnë vetëm nga njëra anë. Peronizmi kishte në çdo lagje të Argjentinës një njësi bazë, të hapur gjithë vitin, ku hallexhiu të gjendej ilaçi, dokumenti, thesi me miell, puna për djalin. Në pamje të parë tingëllon si prania besnike që unë po ndaj me ju sot. Por në